Bashkë të qajnë elementare, që ato qajnë elementare, për shemë, vaje e këto, perime e këto janë shtrejta. Edhe dihet çfarë kvaliteti janë, është merë. Në përgjithësi, prodhimet janë të shtrejta, sidomos për shemë po e një të folë që gjathi vendor është pak më shtrej se i importit. Së një bajkotan se pa hangër s'ki qare, ku mi marë gjeti. Po qysh do të më liru mëre? Mi kam po thit e kësi këta firmasha edhe për shtrejt se shtrejt. Edhe bashkë kemi pas aktivitetet tjera që bojnë thirrje për normalizim të çmimeve, ndoshta edhe ta keme organet kompetente edhe aktivitetet tjera shtesë. Na duhet me luftuar çdo dukuri që është në dorën tonë, edhe vedia duhet më ngritë, që duhet çdo kënd me reagu. Edhe në këtë rast, është mirë mos me ble, me bojkotu, se me të vërtet njerëz po tregojnë tash ato kanë familjarë jashtë, disa artikuj janë më të lirë në Gjermani se këtu. Ku është standardi i tyre me neve? Do të thonë, tash na, nëse heshtum, atëherë po pajtojmë edhe miratojmë. E sot me qenë që është, domethënë, dita e konsumatorëve dhe Kosova bojkoton, domethënë, sot marketet, juve sa ta keni me blej diçka? Jo, asësi. Jo, se s'du mu rreshtu me ata, ju tham, pasiv, ignoranta. Nuk duhet me qenë ignorant ndaj dukurive që na përkasin gjithve. Bashkë të qajnë elementare, që ato qajnë elementare, për shemë, vaje e këto, perime e këto janë shtrejta. Edhe dihet çfarë kvaliteti janë. Është merë. Është një iniciativë mirë, duhet me bë presion edhe të qeveria, edhe të pronarët e marketeve. Mirë, po duhet edhe me konë pak më të vetëdijshëm si qytetar, që mos me iqu lekt eurot e tona në për shtete tjera, apo me ble prodhime vendore. Çmimet në krahasim me tornat kosovare janë jo pak, po janë të ngritme. Në përgjithësi, prodhimet janë të shtrejta, sidomos për shembull po e një të folë që gjathi vendor është pak më shtrej se i importit. Ty sa a ke bler ai sa në sa do me bler ai sa? Bleva kafe të Kosovës. Nuk bleva Nescafe, po bleva të Kosovës. Prince. Sot nuk e pas ke bojkotu, domethënë. Është e Kosovës kjo. Ndorë me blyve që jeta ma shtrejta ushqimi është. Në përmeni market, po mbojnë servaharë, ja qëtë te ketën e Turkut sërbit. Modët sërbë, nësë më shqitë. Po rritë shqimet, për shumë të tënë, vëllaj, zetini, qyqeri, krypa, sa shërë, po jenë të sene që së nëshë në repato, gjonat alimentare. A rryma është tajtë në vjetë 30 herë nuk është tajtë. Për një muaj nuk më nëshë me shty gjona ushqimore në 200-300 euro kur muajnë. A duken këtë marketet që i kanë sene shtrejt? Tana i kanë shtrejt. I lirojnë kërë, për e lypin atë për e rejmë, që për kartelen që me ta lirua kështë që i kanë lirim, se kia për ta fut me qatë shmim. Aksioneve, që sa për besën? Po ty pësu besoj kur gati. Shkojnë e merë janë rëqmimin, janë rëqmimin, janë e kënejtë, që apën. Pse nuk i këtë bojkotu sot marketin, si mos i konë? Së një bajkotan se pa hangër s'ki qare, ku mi marë gjeti. Po qysh do të më liru mëre? Mi kam po thit e kësi këta firmasha edhe për shtrejt se shtrejt. Para dite kemi pas që nuk ka pas shumë qarkullim, s'paku që kemi mujt me vrejt prej angazhimit tonë për teren, mirë po nuk kemi dana të sakta, po shpresojmë që i marrim prej agjencionit të statistikave, kemi mendu me i dërgu një email edhe me kërku për tyne. Çka është të ndodh që mundemi me marrë si sukses, është shumë e ma shumë qytetarë janë të vedisu për iniciativën edhe shumë ma shumë janë të vedisu për mashtrime që pëndodhe me shpem, edhe bashkë kemi pas aktivitetet tjera që bojnë thirrje për normalizim të çmimeve, ndoshta edhe ta keme organet kompetente edhe aktivitetet tjera shtesë.